ky art në gjitha ata që ka nevojë dhe shumë gjëra tjera do t'i mësojmë bashkë sot në vazhdim. Disa mirë se vjen. Mirë se ju gjeta, Dhurata, faleminderit. Kënaqësi me pas në studio, edhe për të bashkëbisedu për një fund të re të artit, e cila ndërlidhet shumë me psikologjinë. Kaluam nga profesoresha e psikologjisë në një profesoreshë artit që ju ndihmon shumë edhe atyre që kanë nevojë. Po, faktikisht janë të dyja që ndërlidhen mes vete. Të dy fushat, vetëm që art terapi nuk ke nevojë mu shpreh me gojë, shprehësh do thot në mënyrë artistike, me laps, me ngjyra ose në forma tjera kreative. Po e nisim me bagazhin tënd profesional fillimisht, zgjedhjet e tua në këtë fushë edhe pse edhe si u ndeshe me art terapi. Fillimisht unë studimet i kam mbaruar në Prishtinë për pikturë. Fillova studimet postdiplomike, do thot doktoraturën në Bosnë, në Mostar. Edhe atje gjatë rrugtimit, si pjesë të disertacionit, punimit tim hullumtus shkencor, e poshtë edhe është e nevojshme për shoqërinë tonë, për pjesën tonë, do thot që ta kemi një art terapi ku është shumë e rëndësishme pjesa e shëndetit mendor. Edhe ajo ishte do thot ku unë e veç fillova rrugtimin edhe e mora dhe ja tani e sapo diplomuar edhe që kom fillu tash veç me praktiku. Po, ishte e vështirë, vazhdon të jetë e vështirë për popullatën, për njerëzit që ta kuptojnë se çfarë është art terapi? Po, Dhurata, tena në rrethin tonë, në pjesën në rrethin tonë, do thot, është e re si platformë, ta quajmë ashtu art terapi, ku përderisa jashtë Kosovës ekziston më shumë se 100 vite, që e praktikojnë, ku ka dhe universitetet të ndryshme dhe një ndër më të mirat për art terapi, plus edhe në master edhe matutje dhe më të thella ku hen edhe në art terapi klinik. Ndërsa në rrethin tonë nuk e kemi, në shoqërinë tonë ende është e panjoftën art terapi ku unë them që është pjesë e domosdoshme, sidomos duke fillu ndoshta nga parashkollor, ku ata veç e bojnë një lojë të artit, mirë po mandena duhet me vazhdu edhe në shkollë, edhe të fëmijët, edhe të adoleshentët, edhe të mosha e pjekun, deri, do thotë është pa kufi, deri në moshë të shtyer. Është një art terapi është një metodë ku nuk ka rëndësia din me vizatu ose nuk din me vizatu ose me ngjyros. Teknika të ndryshme. Pikrisht, do thotë është një pjesë kreative. Ato që thash dhe fillimisht ku ti shprehësh në bazë të kreativitetit, edhe është një emocion ku ti e liron, ku ndoshta gjatë përditshmërisë tonë nuk e dim nganjëherë që kanë akumulohet. E ndjem vetën edhe të lodhur, edhe ngarkesa dhe strese, mos flasëm mandena ku e kemi, do thotë është një tjetër pjesë ku hen ankthi edhe depresioni, ku njëra ndër metodat më të mira deri më sot që është zbulu është pjesa e art terapisë, ku është një ndihmë shumë e madhe. Gjatë ulëmtimit të studimeve tua, çfarë ke arritur të kuptosh nga gjithë ai studim? Pse ka nevojë shoqëria jonë pikërisht për një art të tillë? Është e vështirë, unë e përmenda edhe me profesoreshën pak më herët, profesoreshën e psikologjisë këtë rast, që vazhdon të jetë kjo stigma të shkuarit tek psikologu. Arti, terapia e artit ndihmon? Po, dhe kjo është një shife, jam njëra ndër parat që kom fillu do thot në mesin tonë. Edhe është pak problem se duhet me e ngrit vedia në këtë aspekt. Unë e kom dëgjuar gjatë krejt kohës, po jo se kur kom qenë në shkollë fillore ose shkollë të mesme, nuk kom ditë me vizatue, kom pas notën e dopt. Për atë e përmena fillimisht që kjo duhet të instalohet në kurikula që artit të mirët më tepër si kreativitet. Do thot bashkarisht. Të mos imponohet. Të mos imponohet edhe të mos shikohet vetëm që duhet me e pas një notë në këtë pjesë të artit. Po të shikohet të një pjesë ku ti shprehësh edhe mirë po mbas asaj shprehje që ti e shpreh në letër ose në çfarëdo forme tjetër, e ke liru një emocion ose një pjesë të shqetësimit tënd. Se na të gjithë kemi lloj shqetësime. Në momentin që e nxjerr jashtë atë shqetësim, ose në mënyrën do thot të psikologu, ose në mënyrën e artit, në çfarëdo forme do thot e zbulon do thot nga vetja që shprehësh, ti e ke nxjerr nga vetja dhe pastaj me bashkërisht me psikologun e shohim në çfarë niveli të shqetësimit
je edhe me ato, do thot, me e trajtu atë shqetësim për çka ke nevojë. Edhe normal që me vazhdu ma tutje, për ma të mirën të mëshme, me e reduktu shqetësimet, stresin, edhe me vazhdu, do thot, me qenë i qetë. Ta e kemi na pak problem, ku nuk po miremi me vetën tonë, se në momentin ti që je i shqetësun, ose i stresun, ti automatikisht pe bartë të tjetri. Është reflektim, energjia është reflektim. Po reflektohet edhe po bartët dhe për bartët, edhe normal që po shkojmë deri te ajo të agresioni, do thot po jemi pak ma të ashpër, ma agresiv, edhe nuk po e dim pse e kemi qatë pjesë, sepse ajo na vjen që nuk po miremi me vetën mas pari, gjithmonë do thot du të me fillu nga vetja. Vasili Kandinski një ndër piktorët që kemi modern, thot prej everything starts with a dot, do thot çdo sen fillon nga një pikë, edhe kjo është. Të qatë pikë që e qetë në letër, që ajo do thot është fillimi. Edhe vazhdon të del diçka nga ajo pikë, shumë e vërtet, shumë e vërtet. Ti për vete e ke praktikuar, vazhdon ta praktikosh? Një piktore në fundë ditë, po gjithsesi me terapinë në këtë rast si... Po dhurata, unë kom qenë... Të lidhëm gjithmonë me atë që ti ke filluar ta shpërndashe dhe të këtë tjerët. Ashtë kom fillu, po. Pikturën në përgjithësi e kom dashtë dhe nuk jam largu nga ajo asnjëherë. Pavarësisht do thot, do shta kom ndryshu ndaj lloj profesionit ose të punës, ka qenë shumë e përkohshme, mirë po pikturën jo. Asnjëherë gjithmonë ajo ka qenë ku mu më ka mbajt gjallë edhe më ka rikthy prap të vesa, të vetvetja ime. Se njëra ndër metoda do thot ku është ajo vedia e art terapisë, është pjesa ku ti e fiton vetbesimin tënd, edhe vetvlerësimin tënd, që në shumë raste po na humb. E vërtet. Na merr përditshmëria, dinamika e jetës, edhe mandena po harrojmë për një moment, të harrojmë vetveten. E kjo është njëra ndër metodat ku praktikohet, unë e praktikoj në gjatë seancës ose gjatë asaj kohe, edhe ti... Po si po funksionon? Si shkon një seancë ose një orë ose thjesht në atelier, çfarë ndodh me ata që vinë ta praktikojnë art terapi? Kisha dash me ardhë me provu në atelier time. Ajo është një metodë ku one ju tregoj qysh me vazhdu hapat matutje, ku fillon do thot veç me e liru vetën edhe emocionet të cilën unë e praktikoj dhe ju tham. Normal, duke fillu nga lapse. Tash lim pyetja në shumicën e raste, po nuk di. A din me mbajt lapsin, po, okej, hajde tash po fillojmë bashkarisht. Edhe do thot prej kapjes lapsit në dorë dhe qysh fillon në pëlhur, në letër, ose në çfarë do, po nuk do me thonë pa tjetër me qenë vetëm lapsi. Po, mund t'jenë ka dhe metoda tjera. Ka dhe metoda tjera. Ka njëherë i kia dhe copat e letrës, ose gëshërët, ose argjirën, ose do thot ka mënyra shumë tjera. I përzgjedh ti materialet apo... Pa tjetër, se ato do thot duhet me qenë në disa seancat që duhet me ardhë, ku ato normal që lidhën zinxhir njëra pas tjetër. Pra ka rregulla në një farë mënyre edhe në këtë pjesë, nuk është se... Jo, se duhesh me shku gradualisht, do thot prej hapit parë, prej qasaj, kapjes e lapsit, Dhe e përmendë pak më herët që nuk është se kemi, po themi, vedisim sa duhet sa i përket, edhe nuk është se është i njohur në fund të ditës si mundësi që mund ta ketë dikush të nevojshme. Sa ka filluar të ketë interesim në këtë pikë? Ke arritur? Kanë fillu dhurata, ka fillu me pas interesim, po na pak si shoqëni unë e vrej që kemi pak komplekse. Jemi pak shoqëni me komplekse. Edhe në art? Ngujojmë pakës, ngujojmë, ashtu që jo se mos po mendojnë, jo se mos po thot. Do thot, kjo është një pjesë ku na duhet me e liru këtë kompleks. Nuk ka lidhje fare, nuk ka të bëj me ato, çka po mendon ose çka po thot, ose qysh ke ardhur mu liru, edhe duhesh me e liru. Përderisa nuk e bojmë hapin e parë, pranimin. Do thot, me pranu që ato që na duhet me e liru, unë po du me u shëru prej qasaj, po du me liru që atë shqetsimin tem. Edhe që ajo është, do thot, ti veç e ke bo atë thyrjen nga vetja, edhe gradualisht mandena hapas hapit ti veç e arrin. Do thot, është një lloj vedie e përgjithësisë në shoqërinë tonë, që duhet me u ngrit kadale. Po gjithmonë duke marrë parasysh nga vetja. E vërtet. Asnjëherë mos ja lojmë fajin
personi tjetër. Jo, duhet me fillu nga vetja. Shumë e vërtet. Si të marim guximin tani? Për gjitha ta që kanë problem, ndoshta edhe mbajtjen e lapsit, e lemë që të guxojnë të vendosin atë pikën që e përmendëm. Po, dhurata, guximi i parë është që duhet me ardhë. Do thot me pranu të vetja që po, unë kam nevojë, ose ndoshta nga njëherë nuk e dim edhe që kemi nevojë, se zakon na jemi mësuar me të thonë dikush. Po momentin ti që e sheh që nuk pe e ki, do thot, kontaktin e parë me personin që e ki përballë, në këtë rast e kemi familjen, personat ma të dashtur jetës tonë. Edhe e shohim reflektimin si të fëmijë, si të bashortit, të prindit, të shoqja, të shoku, edhe e shohim një reflektim që neve na mundon, po nuk është faji i personit që e kemi përballë. Po do thot, gjithmonë duhet me unis nga vetja. Atëherë, okej, unë kam nevojë. Eshe do thot të arsyeshme ose të psikologu ose të art-terapist. Të art-terapist do thot është një metodë ku ti ki me u liru, nuk ke nevojë me fol, po ki nevojë do thot me u liru në formën tjetër të lapsit edhe të ngjyrës. Gjithmonë do thot me marr guximin nga vetja, pavarësisht personave tjetër. Dhe i përmende rregullat që janë me artin në terapi. Na e trego pak këto rregulla. Na përshkruaj rregullat që mund t'i ndjekim. Po, qa i pret në saktësisht? E kam atë hapësirën tame që e kom kriju në atelier, normal që është pak ambient relaksus mas pare, deri tash e kom marrë gjithmonë opinione pozitive. Po, feedbacku ka qenë pozitive pas ke voqit ambient shumë mirë, do të ende pa fillu, po ndihen shumë mirë. Pastaj normal, po muzika, i thom ratoho njerë, se duhet pak mu ambientu, me ambientin. E normal, vetë fakti që janë piktura, të ngjyrat, thënjet, do të kom kriju pak ma relaksus, edhe thom njerë ambientoho, shife, ratoho, ndalën, analizojnë, mandina ajo analizat është, unë e vrej në momentin që ndalët e një pikturë se i kam të ndryshme, edhe ngjyra të ndryshme. Ato janë pikturat e mia. Edhe janë pikërisht ato piktura ku unë jam shpreh në emocione të ndryshme, në situata të ndryshme që unë i kam pas gjatë jetës. Kryesisht ashtu edhe i kam pikturat edhe ciklet e mia të bazuara në jetën time, gjatë karrierës, do të thonë gjatë asaj periudhe. Edhe në momentin që ndalët e një pikturë, për shembull, unë e di me një herë në çfarë gjendje emocionale është. Do të ka lidhshmëri pikërisht me atë. Ka që një rast, më kanë thonë, po tut na dhe cilën pikturë me këshirë. Se e ka ditë shumë Se mos po mendojnë diçka është, jo, asgjë nuk më mendoj, unë veç e shoh reagimet e juja. Do thotë në momentin që vjen. Pastaj, ajo është metoda ku unë i servoj përpara në tavolinë, do thotë pjesë të lapsit që thashë ngjyrës, pëlhurën, edhe normal kontaktin me lapsin. Shumë është të rëndësishme qysh e kap lapsin në dorë, qysh e vendos në letër, sa e trus, sa e rëndon dorën, a e ka të letë apo jo, edhe ato shumë do me thonë. Edhe mandena janë metodat ku personi shprehet, tash varësisht që ka unë e flasë, i tregoj do thë që ka duhet me e shprej. Pasaj gjatë kohës, unë e vrej do thët në çfarë gjendje emocionale është. A e bën të kufizune punimin, a e bën të hapur, ose që ka dënë matutje, do thët këtë varësisht unë e qysh e interpretoj të personi, edhe aty do thët vrehet. Edhe mandena shumë do me thonë, cilën ngjyrë po e merë, cilën ngjyrë po e përdor, cilën ngjyrë po e përzidhja. Është përzidhje më pas e... është përzidhja e personit, se na e dim që krejt jemi unik, kemi shijen unike, dhe vazhdojmë kështot matutje. Dhe gjatë bisedës e përmende gjithashtu që një farformë je vetmja që ke sjell së fundmi këtë platforme e quajte gjithsesi terapi në fund të ditës. Gjithashtu, përpara se të fillojmë, ti ma tregove një informacion që të doja të ndalim me publikun. Së shpejti do të shkosh edhe në Spanjë, pikërisht për të avancuar sa i përket kësaj terapie. Kjo është një pjesë, kjo veç është pjesë, do thëtë, bashkangjitse e kësaj forme, po e kom përzgjedh, do thëtë, Spanjën, një universitet atje, ku tash do ta kryj një trajnim, do thëtë një plus ma shumë.
Ku po shpresoj që e kam të drejtën pastaj që ta shpërndaj, të certifikoj edhe të tjerët, kush është i interesuar në këtë pjesë, do thotë normal, ose artistat, ose psikologët, ose kushdo tjetër që do thotë veç e din veten që e ka atë aftësi që mundet me e shpërndaj të tjerë, ku është njëra ndër metodat më të mira të mundshme, edhe që duhet me u shpërndaj hala më shumë në shoqërinë tonë, me u ngrit vetdia sa më shumë, jo me mbajt veç për vete. E vërtet, e vërtet. Padyshim edhe pse jo që të mos shpërndahet në fund të ditës ku i dihet se nga cili vend mund të jetë një person që ka nevojë, pse tutoj kur ka mundësi që të jetë pranë qytetit tij. Po dhurata unë e shoh që duhet me ngrit vetdia dhe duhet me e përdorë sa më shumë që të mundemi. Unë kom pas raste ku më kanë thonë a mundem me përdorë edhe në shtëpi, mundesh me bo edhe arti në shtëpi, po edhe të gjithë e praktikojmë faktik, jo të gjithë, po një pjesë, e praktikojmë një pjesë të artit në shtëpi. Mirë, po esenca e terapisit është që më t'i përcjell hapat edhe më t'regu ma tutje si duhet me vepru edhe në çfarë situate je, ku duhesh me intervenu ma shumë, ose çka duhesh, ose për me shëru vetveten. Po, sa ndihmon tani, në gjatë ullumtimit që ke bërë, po shpresoj dhe po besoj shumë që ti ke gjetë sa do pak statistika se sa mund të ndihmoj ky art në realitet personat në nevojë. Dhurata në jashtë, në njëra ndër metodat më të mira dhe më të suksesshme ku është tamam ullumtim shkencor i kësaj pjese që e kanë, është ku ka pas efekt depresioni i thellë i njerëzve. E mos flasim do thot ku është, po më duket e thashë edhe fillimisht që është art terapi klinike, ku do thot kjo veç hen atë pjesën e njerëzve që kanë hala më shumë probleme të tilla me shëndetin mendor. Po, e tash hinë edhe pjesa do thot e klinikave të ndryshme, buzheve, do thot ku na ende nuk i kemi, do thot si pjesë e kësaj, ende nuk janë, do thot të na të instalune i farë njëre art terapi. Në sistemin tonë. Në sistemin tonë. Po duhet me ngrit vetdia dhe duhet me qenë. Fund të ditës nuk është se ka diçka, po themi, ndonjë dëm apo thjesht që është e pabërshme. Po, e pabërshme, pikrisht, po. Përderisa jashtë ekziston më shumë se 100 vite. Tash ku jemi na, ku do thot e kanë pa të arsyeshme që duhet me u praktiku. Tash na e dim që artistat më të njoftën që kanë qenë të kohës moderne, se do thot koha moderne është më shumë se 100 vite. Edhe ata e kanë pa të arsyeshme, do thot, janë njëra ndër ku e kanë praktiku edhe e kanë ngrit zërin që duhet, edhe gradualisht do thot në kombinim me psikologën, me psikiatrit edhe me tutje, do thot edhe e kanë pa të nevojshme që duhet me ekzistu, do thot, art terapi. Sa janë të informuar psikologët tani që një farmyrë edhe ta rekomandojnë si terapi shtesë përveç terapisë që marrin nga psikologët? Po, edhe mendon që do duhet të ishte një farmyrë edhe rekomandueshme nga... Po, duhet me qenë i bashkëpunim me psikologun art terapi, ku në këtë formë, psikologu kur nuk mundet me e pa pacientin që nuk po mundet mo me nxjerrë ma të mirën të mundshme me pru deri te shërimi, atëherë normal që ekziston metoda tjetër e art terapisë ku i ndihmon do thotë pacientit, personit që duhet me u liru edhe me u shliru prej qasaj që shqetësimet që veç e ke. Po mirë, ma herët i përmendëm rregullat, po themi po vije dikush edhe nuk ka dëshirë të i zbatoj rregullat, i let lirë. Profesoresha? Po dhurata, unë veç e kam një përvoj në këtë pjesë, në mësimdhënie, që një kohë gjatë edhe te parash fillor, edhe tash në universitet privat. Dhe kjo ka qenë pjesa ime, ku e kom pa që jo gjithmonë nxënëse dhe studente është në disponim për me vizatu se me ngjyrus. Është në zgjendje për të ndjekur rregullat. Edhe pastaj fillon do thotë ki metoda tjera ku mundesh me e praktiku edhe me bu orën interesante ku pas asaj që ti e ke liru, do thotë në momentin që i thu që je i lirë,
mandej, veç që thu, okej, tash hajde kthehemi që të metodën komune, po të thamë, a i hala ma mirë ka me bo. Që do thot, e ka kry qatë pjesën e relaksimit, e ka kry qatë metodën ku ka pritu me ndjek regullat, dhe pas taj kthehet në regulla. Është shumë e çuditshme. Për atë duhet të thot artin me marrë ma tepër kreativitet. Mirë shumë, jemi të minutat e fundit, krejt për fund do doja këshillat, kush mund të bëhet pjesë e artit terapis, moshat edhe ku t'ju gjejnë? Dhurata, une të gjithëve ju tha për art terapi në momentin të që e ndjen vetën, ose edhe për relax, jo vetëm stresin me reduktu, mirë po mundesh me ardhë dhe me u shprej në pëlhur, dëshiron do thot me shprej. Të gjitha moshat janë të lejune, do thot të gjitha moshat i mirë pres në atelier, këtë kreativi logo ime, ose emri i ateliers time është Creative Art Therapy. Do thot në Instagram, në Facebook, po mundona do thot në kësi forme me rrit në bas rjetëve sociale dhe normal në bas medjave, me ju tregu që po ekziston do thot edhe një pjesë tjetër ku mundesh me u shprej edhe me liru shqetësimet edhe emocionet e tua të brendshme të cilat të shqetësojnë. Edhe që pa tjetër që ndihmon. Pa tjetër që po ka sukses shumë. Do thot e ngrit vetë vlerësimin, vetë besimin, edhe kthehesht e vetë vetja jote me një mendje shumë atë shëndosh. Ishte shumë kënaqësi Vesa që të pata në studio, faleminderit për gjitha këto që ndajte me ne, por shpresoj që sadopak shikuesit të kenë marrë më shumë informacione edhe të drejtohen pse jo, të shlirohen në fund të ditës për këtë është terapia. Faleminderit shumë Dhurata, po t'i kushtoj ma shumë vëmendje shëndetit mendor. Mos ta lojmë anash. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit shumë. Faleminderit për juve.